Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Në listat e partive politike pati prurje të reja për kandidat për deputet. Kishte aq shumë sa që edhe vetë pjesëtarët e partive, ata më të moshurit apo dhe të rinjt që janë aktiv, filluan të Google-onin emra të caktuar. Shumica për tyre as në Google nuk dinin, po disa të tjerë ishin surprizë, sepse vinin nga një background jetik dhe profesional të caktuar. Sot kemi nderin të kemi të ftuar zotin Edvin Prençe, i cili është një nga prurjet e reja përmes platformës deputeti që duam në Partinë Socialiste. Faleminderit që jeni në flasim hapur, zoti Prençe. Faleminderit ju, zoti Kurti, për ftesën. Zoti Prençe, ju vini nga një përvojë e gjatë në sektorin e sipërmarrjes e tjerë që për cilën dua t'ju pyes dhe të prezantoni veten përpara votuesve. Nëse ju njeh një aktor i caktuar, po tashmë po dalim në një betejë të mirë sigurisht, e cila është në shërbim të Durrësit. Ju kërkoni votat e qarkut të Durrësit. Mund të kemi një prezantim, ju lutem? Patjetër, faleminderit për pyetjen. Atëherë un jam Edvin Prençe. Po. Jam transferuar në qytetin e Durrësit në moshën shumë të re, pra kam qenë në klasën e 3 kur familja u transferuar në Durrës. Dhe kam qëndruar në këtë qytet të bukur deri në moshën 18 vjeçare, ku si të gjithë të tjerët në vitin 97 u bëra pjesë, të themi, të asaj pjese të shqiptarëve që u shkuan për emigrim. Emigruat. Si pjesa më e madhe e Durrësit. Si pjesa më e madhe. Paçka se emigrimi im ishte për arsye shkollimi dhe ku regjistrova në një universitet në Itali. Cili universitet? Universitetin e Teramos, në qendrën të Italisë dhe zonën e Abruzzës quhet. Dhe vazhdova studimet në fushën e juridike, e cila mendoj që më ka dhënë shumë, dhe ka qenë, të themi, edhe një profesion i trashëguar edhe nga familja, dhe se tillë kanë dashur, të themi, të vazhdoj pjesën të trashëgimisë familjare. Dhe absolutisht pas asaj mendova dhe vazhdova jetën time në Itali, ku më në fund me një shpresë të re në vitin 2014, së bashku me gruan time që është italiane dhe me 2 fëmijët e mi, vendosëm të transferoheshim në Shqipëri dhe të hapnim sipërmarrjen tonë në fillim në mënyrë shumë modeste në sektorin manufakturë të veshjeve të këpucës, ose si quhet në jargonin të themi thjesht fasoneri. Dhe gradualisht duke punuar, duke rritur sasinë e makinerive, duke shtuar dhe patjetër dhe forcën punëtore. Dhe mbas asaj, patjetër që angazhimi im që edhe në, të them, gjithmonë për sektorin, për sa takon edhe shoqatës që ne kemi për manufakturën e veshjeve të këpucës, ku tashmë u bën 4 vite që unë e drejtoj. Ju jeni presidenti i shoqatës? Presidenti i shoqatës Pro Export Albania e quhet. Pro Export Albania, po. Dhe ku kemi lobuar jo vetëm për mbrojtjen e interesave të sektorit, por patjetër edhe për mbrojtjen e interesave të punonjësve tanë, që në fund ditës nuk i quajmë thjesht punonjës, por janë bashkëpunëtorët, dhe elementi kryesor që ka çdo biznes sipërmarrës shqiptar. Përveç kësaj, patjetër që qytetin e Durrësit unë e adhuroj dhe e dashuroj, dhe se tillë duke më dhënë mundësia nëpërmjet platformës që ju edhe ju thatë, patjetër që unë shpreha gatishmërinë dhe thash të provoj të jem pjesë e kësaj skuadre, e cila në një farë mënyrë të don dhe dëshiron, ka bërë dhe duhet bëjë akoma shumë për qytetin e Durrësit, e cila përsëris është, të themi, pasaporta hyrëse, përsa i takon vijës detare me vendet europiane, po sidomos me Italinë. Zoti Prençe, sa vjeç jeni? Atëherë mosha normalisht nuk tregohet, por patjetër do të përgjigjem pyetjes tuaj. Unë jam 46 vjeç, për 47. Dhe patjetër që jam, mendoj, në moshën më të themi më të rëndësishme të jetës. Jeni matur. Patjetër. Sepse edhe në kushtetutat e shumë vendeve, jo rastësisht është mosha mbi 40 vjeçar për të bërë kreu një shteti etj, sepse është një moshë tregon pikuri të madhe. Absolutisht, dhe pikërisht kjo ndoshta është edhe shtysa që më bën akoma më të fortë dhe më bën akoma me të shtoj objektivat e jetës time, pikërisht për të kontribuar në radhë parë për qytetin e Durrësit, për qytetarët e Durrësit, po pse jo dhe të shtrihet me gjërë për të gjithë ekonominë dhe të mirën e Shqipërisë.
ju pyeta për moshën për dalë tek një pyetje tjetër. Ju nuk vini nga strukturat partijake, por vini nga struktura e vetë jetës dhe profesionalizmit. Çfarë keni bërë për Durrësin dhe Shqipërinë në këto 46 vite të jetës suaj? Patjetër, ajo çfarë unë kam bërë është të themi në një farë mënyrë minimale, mund ta quaj, ndoshta edhe me modesti, por ajo çfarë dua të bëj ose çfarë kam dëshirë të bëj, do ishte pyetja më interesante ose ajo çfarë duhet të interesojë dhe të themi shikuesve dhe të gjithë ndjekësve të themi të kanalit tuaj Durrës Live. Dhe ajo çfarë duhet të bëj është pikërisht që forca ime, siç e ju përmendët, dëshira e madhe dhe ambicia që un kam, patjetër të jenë një shtys jo vetëm për mua, për fëmijët e mi, për familjen time, por për të gjithë qytetarët. Dhe ajo çfarë un kam objektiv dhe un çfarë them gjithmonë është pikërisht fakti që një njeri nuk do të mendoj vetëm për mirëqenien e tij, nuk do të mendoj vetëm në atë të voglën të shtëpisë së tij, por nëse ka mundësi, aftësi, dëshirë, duhet atë ta shtrijë në të gjithë, për të gjithë të themi shoqërinë e atij vendi dhe pikërisht ky është misioni im. Keni ngritur zërin për punojësit e fasonerisë? Keni ngritur zërin për çështjen e mbështetjes qeveritare për fasonerinë, për ekonominë në tërësi? Keni mbajtur qëndrime si shoqat, si presidenti i shoqatës suaj? Patjetër kemi ngritur, ku unë përdosh gjithmonë shprehjen kemi, sepse unë nuk jam vetëm. Ne jemi ne. Është një grupim dhe absolutisht pa çka se unë drejtoj, pa ato unë nuk jam asnjëriu. Dhe si e tillë, absolutisht ne kemi mbrojtur, siç u thash përpara, interesat e grupit, sepse mendojmë që ka hapësirë dhe duhet vetëm dëshira dhe institucionet përgjegjëse të bëjnë ndërhyrjet e nevojshme dhe në kohë për të bërë të mundur që ekonomia shqiptare të shkojë në drejtimin që duhet të shkojë, por nga ana tjetër, duke bërë këtë lloj të themi lobimi, duke bërë këtë lloj në thojsa presioni për të bërë gjërat më të mira, automatikisht kjo e mirë përkthehet dhe në rritje të pagave të mirëqenies të punojësve tanë, që në fund të ditës kthehet dhe në konsum më të lartë të shportës, në një mirëqenie të të gjithë shqiptarëve, vëllezërve dhe motrat tona. Unë ju pyeta sërish sepse e dija këtë informacion, por ju treguat modest dhe folet për aspiratët tuaja në të ardhmen, por ju hulumtova dhe pash ju keni ngritur zërin prej vitesh e vitesh dhe ky është kompliment ndaj jush, që do thotë ju qëndroni për diçka shumë më të madhe se sa ajo individuale. Zoti Prençe, politika në tërësi, ne në Shqipëri e dim në këto 32-33 vitet e fundit, nuk ka emër të mirë, pa drejtuar gishtin tek njëra apo tek tjetër, në tërësi. Po për të pastruar ky imazh, ky emër i politikës, kërkon njerëz të mirë që të angazhohen në politikë. A jeni njëri i mirë, zoti Prençe? Patjetër do t'i përgjigjem pyetjes tuaj, por për më shkas nga ajo çfarë ju thatë. Unë kam një shprehje të dëgjuar të Andreotit që thonte çdo vend ka politikanë që meriton. Po. Unë nuk do ta quaj pastrim, unë do ta quaj rigjinerim. Po. Dhe kjo hapje e Partisë Socialiste është për të përgëzuar dhe falendëruar patjetër edhe nga ana ime, e cila në një farë mënyrë të jep mundësinë dhe ose të më mirë të vënë në provë të thotë ti zotëri ke folur, ti zotëri ke ide. Hajde, më demonstro edhe zbatoj. Dhe të kuptosh vetë se sa është dallimin midis tyre. Por nga ana tjetër do të them edhe tabun e këtij të themi politikani historik si Andreoti, që nuk është vërtet që populli meriton ato politikanë që ka, se tashmë jetojmë në një të themi në një shoqëri ku inteligjenca artificiale po bën punën e saj, ku edhe njerëzit të themi me një shkollim të ulët kanë aftësinë të përdorin një smartphone, kanë aftësinë të futen në rrjetet sociale dhe në këtë mënyrë informacioni çfarëdo lloj gjë kalon ose ecën në një mënyrë shumë të shpejtë sa ne nuk e imagjinojmë dot, dhe si e tillë dhe pikërisht këtu duhet futet gjenerata re me mendime të reja dhe me forca të reja. Mund të shtoj edhe një gjë tjetër. Lojtar ose më mirë të them trajner i mirë është ai që dorëzon ose largohet, tërhiqet kur skuadra është në fitim dhe kur skuadra është në gjendjen më të mirë të saj. Dhe pikërisht për të mbajtur të fortë
këtë fitore, për të mbajtur të fortë këtë stabilitet qëndrueshmëri që ka Partia Socialiste, patjetër që ka nevojë për një gjenerat të re, ka nevojë që rrënjët e kësaj të shtohen, dhe pikërisht kjo është hapja që përsëris unë e përgëzoj dhe realisht mendoj që është e duhura në momentin e duhur. Cilat janë vlerat tuaja personale, vlerat, kolonat më të shtrenjta të jetës suaj, sepse vlerat që njeriu ka i reflekton në politikë dhe në shoqëri. Ndaj edhe ju pyeta, a jeni njeri i mirë? Cilat janë vlerat tuaja individuale? Sepse Dursakët është një popull, Tursi është një popull të jetë i zgjuar dhe kupton dhe vlerëson vlerën. Cilat janë vlerat tuaja, zoti Prençe? Patjetër Durrësi ka një historik qytetërimi që jo shumë qytete kanë, jo vetëm Shqipëri, po mund të marrim edhe më larg. Dhe absolutisht ajo që ju thoni është shumë e drejtë. Unë nuk dua të them çfarë njeriu jam, sepse atë nuk mund ta tregoj unë, ose mund të jetë ndoshta perceptohet në mënyrë të gabuar. Por unë një gjë mund t'ju kërkoj votuesve të Durrësit dhe të gjithë banorëve të Durrësit dhe të qarkut të Durrësit të më vëjnë në provë, të më vëjnë në provë të kem mundësinë të tregoj atë çfarë jam. Unë jam me optikën, ose më mirë e shoh në mënyrën e të bërë që njëri nuk mund të tregoj vlerat e tij, nuk mund të tregoj atë çfarë din të bëj, vetëm për sa i takon të voglës në shtëpinë e tij. Një njeri ka vlera dhe vlerësohet kur ai punon dhe kërkon me ngul të rrisë mirëqendjen, të rrisë të japi benefitin të gjithë shoqërisë të atij vendi ku jeton. Dhe shtoj përveç kësaj dhe faktin që një njeri me vlera, një njeri i mirë, është ajo çfarë perceptohet nga njerëzit në lëkurë, në shpirt, në mendje. Njerëzit ne kujtojmë se nuk na shohin, kujtojmë se njerëzit nuk na analizojnë. Por vjen një ditë që në këtë botë çdo gjë analizohet dhe çdo njeri merr mbrapsht atë çfarë ka dhënë dhe në atë mënyrë se si është sjellur. Ju më bët një pyetje shumë interesante, a mendoj se jam një njeri mirë? Por ajo çfarë unë mendoj dhe që e kam, të themi, në vetveten time, është që llogaridhënia bëhet përballë Zotit që është lart dhe përballë votuesve që të besojnë votën. Përtej asaj, ajo çfarë unë ftoj të gjithë banorët e qarkut të Durrësit, përtej ngjyrave politike, përtej dëshirave të tyre, të zgjedhin dhe të votojnë njerëzit e mirë. Dhe se tillë mendoj dhe shpresoj që nga këto të jem edhe unë, sepse Durrësi meriton njerëz të mirë. Zoti Prençe, kur të zgjidheni, nëse zgjidheni deputet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, a do ngrini zërin ju për banorët e qarkut të Durrësit? Ajo çfarë unë kam dëshiruar gjithmonë dhe çfarë kam menduar për politika ose politikanët, përtej pa u futur në udhësi që çfarë ngjyre edhe që çfarë krahu, kam bërë një gabim shumë të madh. Për mua politika dhe të marrësh përgjegjësinë e votës së popullit është të bësh fushat, të bësh punë për 4 vite me radhë dhe jo të kujtohesh 3 muajt e fundit kur afrohen zgjedhjet për të kërkuar votën e banorëve. Dhe si e tillë, pikërisht ky impenjim dhe ky, të themi, synim dhe objektiv që unë kam në veten time është pikërisht me fal votës që banorët dhe qytetarët e Durrësit dhe qarkut të Durrësit të më japin, për mua nuk do jenë 4 vite thjesht të votbesimit të tyre, por të jenë 4 vite të impenjimit që ato po më japin mua detyrën dhe obligimin për të përgjigjur nevojave dhe për të krijuar atë çfarë thash pak më parë, një mirëqenie më të mirë dhe përtej saj dhe për të shpërblyer atë votbesim që ato nuk do më japin. Pra ju do jeni me ta çdo ditë dhe jo një herë në 4 vite? Absolutisht, kjo nuk është Kjo nuk është premtim. Kjo është vënia në provë dhe ajo çfarë unë kërkoj është me vënë në provë dhe siç e tham pak më parë, bëhet analiza në fund të 4 vjeçarit që njerëzit dëshirojnë të rizgjedhin, nuk dëshirojnë të përfundojnë si shumë të tjerë. Zoti Prençe, përse Partia Socialiste dhe jo një parti tjetër? Ajo çfarë më shtyll, pikërisht ajo çfarë ju thash pak më parë, Partia Socialiste ka pasur një diapazon ose ka hapur, të themi, krahat për prurje të reja, për prurje me energji dhe për njerëz ndoshta në disa momente edhe kontradiktor ose në thojza, në debat dhe që kanë qenë kërkues ndaj Partisë Socialiste. Dhe një nga këto jam unë. Pikërisht kjo është, të themi, ndoshta prova më e madhe që Partia Socialiste pranon në gjirin e saj dhe thot ti zotëri kërkon, ti mendon se ke mendime, mendon se ke ide, ton të shtyhet përpara dhe të ketë të mira benefite për ekonominë dhe popullin, hajde dhe bëu pjesë e jona
të ecim përpara, që të çojmë Shqipërinë e 2030-s të përgatitur në radhë parë për sa i takon pjesës ligjore, bizneseve dhe ekonomisë për të futur në Europë. Çfarë mendimi keni për Edi Ramën? Edi Rama është një politikan, ose të themi një person që realisht unë kam pasur vlerësime të mëdha. Unë në 2013 kam ndjekur me shumë kujdes një intervistë të tij gjatë zgjedhjeve dhe më ka ngelur në mendje një fjalë dhe një fjali e thënë nga ai që unë dua të hyj në histori dhe dua të bëj më të mirë në këtë vend. Dhe pikërisht faktet po e tregojnë që realisht ai ka bërë më të mirë dhe mund ta quajmë që është ndër të vetmit politikan që ka hyrë dhe të mbetet në histori dhe ka bërë ndryshimin nga të kaluara, nga e shkuara dhe nga ato që kanë qenë për ati në drejtimin e shtetit shqiptar. Besoni te vizioni i tij në të ardhmen, Shqipëria 2030? Sepse e di që përdorni si slogan, e di që tingëllon bukur, Shqipëria 2030. Po shkojmë përtej saj që jemi në klasë e madhe. Çfarë do thotë Shqipëria 2030? Që të kuptojnë dhe teleshikuesit tanë, Shqipëria 2030 nuk është vetëm thjesht një fjalë, nuk është thjesht një pasaportë që ti mund të shkosh, të qëndrosh, të punosh, të jetosh dhe të jesh i barabartë me vendet e tjera europiane. Shqipëria 2030 ka detyrime, ka obligime. Unë mund të flas për sektorin ose më mirë të themi për bizneset. Shqipëria shqiptare, së bashku me bizneset, është për një llogaritë që deri në 2030 do ketë një kosto që e te kalon 7 miliard euro. Pra, do të thotë që bizneset shqiptare duhet të orientohen me investime, me trajnime, me të gjithë të themi mentalitetin e të bërit biznes deri më sot që ka qenë ajo që ka qenë, por që është e gabuara për të ardhmen, të orientohen drejt një ekonomie të rregullt, formale, të fortë, sepse në të kundërt Shqipëria nuk do të jetë gati. Kjo është në optikën e bizneseve. Optika tjetër është patjetër ne po shohim shkolla të rindërtuara, infrastruktura që ka marrë dhe po vazhdon të jetë të themi një nga optikat më kryesore të kësaj qeverie. Po shohim nga ana tjetër rritjen e shumë aeroporteve. Pra, Shqipëria në vetvete nuk është vetëm thjesht fraza ose fjala Shqipëria 2030. Ajo mbat me vete obligime të cilat Shqipëria detyrimisht duhet t'i zbatojë dhe këto zbatime automatikisht sjellin mirëqenie, sjellin rritjen akoma më shumë të sigurisë në vend, rritjen akoma më shumë të investimeve në vend dhe pa detyrimisht duke u rritur këto gjëra, forcohet ekonomia shqiptare dhe rritet mirëqenia e banorëve të këtij vendi dhe optika më kryesore, siç është shembull riardhja e shumë shqiptarëve, rikthimi i shumë shqiptarëve në vendin e tyre, por ajo që ne po shohim sot është dhe vendet banorë të vendeve europiane që tashmë jetojnë dhe punojnë në Shqipëri. Në cilin vit u kthyehet në Shqipëri? Kthimi im daton në vitin 2013. Atëherë kur pikërisht u thash pak më parë që unë fillova të besoj që ky vend po ndryshon. Dhe është një kthim dhe është shembull më konkret të asaj që unë besoja dhe që ju kthyehet bashkë me gruan tuaj italiane? Patjetër u ktheva bashkë me gruan time italiane dhe fëmijët e vegjël, që tashmë janë të rritur. Po. Dhe u ktheva në një vend që unë e mendoja dhe realisht e konfirmoj që është vendi ku ëndrat e njeriut mund të realizohen. Dhe për tek kësaj është një vend që ka shumë për të dhënë dhe patjetër ka shumë që ti duhet t'i japësh. Dhe duke pasur këtë obligim në mënyrën e të dhënit pra kontributin që duhet t'i japësh, më shtyu që të marrë këtë iniciativë, më shtyu që të marrë edhe këtë impenjim, që e marrë me shumë kënaqësi dhe me shumë, të themi, është një detyrim kombëtar e quaj. Nuk është thjesht personal, edhe nuk është, unë nuk e quaj vetëm politikan. Unë e quaj vetëm thjesht një aktivist. Qytetar i përgjegjshëm. Qytetar i përgjegjshëm, por edhe një aktivist, pra që i dua të jem në ballë të çfarëdo lloj iniciative për ta çuar përpara dhe kjo gjë nuk mund të bëhet i vetëm. Dhe zoti Rama nuk mund ta bëjë vetëm, por duhet një grup, pra duhet unifikim i forcave që realisht së bashku ta çojmë jo në 2030, por në 2029 të jemi gati drejt Europës që realisht nuk na ka hapur dyert ndoshta në një farë mënyrë, jo pse Shqipëria nuk ka zbatuar ose nuk ka bërë detyrat e saj, por sepse kanë qenë interesa politika të ndryshme të vendeve të ndryshme që ka krijuar problematika. Po kjo njihet si lodhja e zgjerimit, expansion fatigue është koncepti në anglisht i BE-s,
të cilët të gjitha forcat politike janë të vetëdijshme për këtë, kam një pyetje në raport me atë që ju përmendët. Kemi prurje të vendeve nga BE, qytetarëve të tyre që vinë dhe jetojnë konkretisht në Durrës. Rrugët e Durrësit nuk janë parë ndonjëherë më parë me kaq shumë njerëz që punojnë dhe jetojnë dhe banojnë në Durrës, jo vetëm turistë. Është merit e qeverisë Rama apo sipërmarrjes durrësake që ka krijuar këto kushte për të mirëpritur italianët, ata që dikur na pritën ne, sot i presim ne ata. Si e mendoni? Patjetër që është një merit edhe gjithëpërfshirëse, po nëse më lejoni mund të vetë analizojmë. Nga njëra anë është merita e klimës që ka Durrësi, ka Shqipëria. Nga ana tjetër është merit patjetër qeverisë që ka krijuar klimën e sigurisë, klimën e qetë, pse jo edhe të bërit biznes. Mos harrojmë që kemi edhe një klimë të mirë të heqjes së shumë burokracive me mënyrat të themi e të bërit biznes në Shqipëri, mos harrojmë e Albanian dhe shumë gjëra të tjera. Që është gati 95% të shërbimeve janë online. Por, nga ana tjetër, patjetër që edhe biznesi ka për punën e saj. Janë ngritur shumë hotele, janë ngritur shumë butina, janë ngritur shumë agriturizme, patjetër që është punë, por kjo tashmë duhet, unë përdor gjithmonë një shprehje. Biznesi në fund të ditës ka një ortak shumë të rëndësishëm dhe të detyrueshëm, që është qeveria, është shteti. Absolutisht. Pra, dhe si tillë qeveria ka për detyrë të garantojë një shëndet dhe një qëndrueshmëri të biznesit që në fund të mbuajit të mund të marrë benefitet që i takojnë. Dhe si tillë, prandaj them që është një bashkëpunim gjithëpërfshirës dhe të dyja palët duhet të shohin veten si partner, si ortak dhe detyrim që të shkojnë bashkarisht. Nga njëra anë, qeveria duhet të jetë shumë e kujdesshme të dëgjojë zërin e biznesit dhe nevojat e saj dhe të ndërhyjë në mënyrë shumë të menjëhershme, sepse biznesi është shumë dinamik, ekonomia është shumë dinamike dhe nuk mund presi burokracinë e shtetit, por nga ana tjetër edhe biznesi duhet bëjë detyrat e saj dhe të dyja së bashku të përfaqësojmë flamurin shqiptar, por përsëris atë çfarë ne kemi sot, që është Shqipëria, që njihet në të gjithë botën si vendi që ka, të themi, që po krijon një interes dhe një kurreshtje për të huajt. Mos harrojmë që në vitin 97, kur unë emigrova, kam hasur shumë racizëm dhe kur unë më dëgjonin që isha një shqiptar i regjistruar dhe vazhdoja studimin në Itali, më thonin si ka mundësi. Si është mundur? Si është mundur një gjë e tillë? Kishim emër të keq? Absolutisht kishim emër të keq. Sot emri ka shkuar lart më lart, por më besoni që të shkojë akoma më lart dhe pikrisht duhet energji dhe kjo energji tashmë po vjen me prurjet e reja, nuk duhet të harrojmë dhe meritat pa i futur analizave të kapimeve të paraardhësve tanë, të cilët patjetër kanë bërë dhe ato kanë kontributin e tyre për të mirën edhe atë çfarë ka arritur deri më sot Shqipëria, por tashmë me hapjen dhe me energjitë e reja dhe forcën e re ku unë bëj pjesë, mendoj që Shqipëria do shkojë akoma më lart. Zoti Prençe, mund t'ju bëj një pyetje, si jeni person i dur për ta bërë këtë pyetje. A ka Shqipëria ofertë pagash, pra ofron paga më të larta në disa sektorë se sa vendet fqinje si Greqia apo Italia? Unë absolutisht po. Dhe shtoj madje, Shqipëria tashmë ka përfituar dhe të themi punonjës nga vendet e treta, të cilat aktualisht po punojnë në Shqipëri dhe vetëm në sektorin tonë të themi të manufakturës ka nevojë për rritje akoma më shumë të përpunonjës. Dhe si tillë, kjo është një përgjigje të themi asaj që ju pyetët, që Shqipëria absolutisht ka një rritje të pagës të themi mesatare, por nga ana tjetër, ajo çfarë është lë për të shpresuar dhe që është një barometër, është fakti që rritja ekonomike po hap shumë vende të reja të punës dhe si tillë absolutisht kërkesa për punonjës është më lartë se sa oferta që tashmë tregu shqiptar ka. Dhe si tillë, kjo automatikisht rrit akoma më shumë vlerën ose më mirë të themi pagën, siç ju thatë, mesatare për sektor të ndryshëm edhe për specialitetet e ndryshme në vendin tonë. Pra qëndron oferta që kryeministri i Shqipërisë u bën emigrantëve shqiptarë në Greqi e në Itali të rikthehen, të jetojnë në vendin e tyre, duke marrë paga madje edhe më të larta nga vendet ku ata jetojnë, siç ishte paneri i punës në Selanik para disa ditësh. Absolutisht vlen. Unë madje ju shtoj edhe një gjë që më ka ndodhur mua në periudhën kur unë isha akoma në Itali.
u ktheva për pushime dhe një miku im që jetonte këtu më tha mua, në momentin që ti do kthehesh në Shqipëri do të rikthehet buzëqeshja. Unë me vetvete e mora, thash, është i çmendur. Por realisht sot ju garantoj që je pas e pasur të drejtë. Pra, mos të fokusohen vetëm tek paga. Është shpreha e vjetër që thot kur i rënd në vend të vet. Në fund të ditës po të marrim atje ndoshta mund të marrësh në një pak më të lartë, por ke kosto të tjera qiraje, kosto jetese që automatikisht përkthehen reduktohen ose do të themi që në fund të muajit me një pagë akoma më të ulët. Dhe si tillë, më besoni që Shqipëria dhe do ta shikoni që në Shqipëri do ketë një rikthim të shumë shqiptarëve, vëllezërve dhe motrave tona, por do ketë edhe një shtim të huajve që do kërkojnë dhe po vinë të jetojnë në Shqipëri. E do në Shqipëri? Ju pyet sepse shikoj flamurin që mbanin xhaket. Absolutisht e dua. Madje unë shtoj edhe një gjë tjetër që në disa momente nga jeta ime personale, në disa momente i shtroj edhe nusës time që kam italiane, ato mendojnë një ditë të ikje, të riktheheshin në Itali, më thotë mua absolutisht mos e çon ndërmend një gjë të tillë. Dhe ajo ka gjetur habitatin e saj natyral dhe gjen veten dhe thotë unë e gjej veten më shumë të begenisur, siç e themi në gjuhën tonë, në vendin tim tashmë në Shqipërinë, se sa në Italinë ku unë kam lindur. Kjo është mrekullueshme. Dhe me sa di gruaja juaj flet shqipen sikurse edhe ne. Absolutisht, kjo është një gjë tjetër shumë rëndësishme dhe interesante. Kjo nuk vjen nga nevoja për të kuptuar me njerëzit, sepse në qytetin e Durrësit të gjithë flasin italisht, por vjen pikërisht nga dëshira për të integruar sa më shumë dhe pikërisht kjo dëshirë të çon të mësosh dhe gjuhën shqipe që të themi të vërtetën nuk është edhe aq e lehtë. Zoti Prençe, unë ju falenderoj që ishit në Flasim Hapur në Durrës Live. Por përpara se ta mbyllim këtë episod, sepse ju kandidoni zoti Prençe, kështu që kishe bisedë midis nesh për t'i dhënë një panoramë të gjerë banorëve të Durrësit, për t'ju njohur më thellë, për të mësuar më shumë për jush. Ky është momenti për një mesazh nga ana juaj për gjithë banorët e qarkut të Durrësit, përse duhet ju votojnë ju më datën 11 maj. Ajo çfarë thash pa më parë dhe dua të drejtohem direkt kamerës. Bashkëqytetarët të Durrësit, të qarkut të Durrësit, duke filluar nga Kryja, Fushkruja dhe të gjitha zonat e tjera, Ishmit, Shiakut, Qafsojtat, edhe të më falin ndoshta se si përmend të gjitha, por edhe koha është e shkurtër. Unë besoj në vetvete, besoj edhe në atë çfarë është më rëndësishme për të gjithë ne, për ndryshimin që duhet bërë dhe për shtysën që duhet të dhënë këtij qyteti. Dhe si e tillë kam nevojën për ta vënë në praktikë atë çfarë unë ndroj dhe ambicien që unë kam. Unë e quaj veten ndoshta edhe skllav të kësaj ambicie dhe të kësaj, të themi, të kësaj ëndre që unë kam. Por është më mirë të jesh skllav i ambicies së ëndrës, sesa të jesh i lirë dhe pa dëshira për të ardhmen. Dhe duke pasur këtë dëshirë për të ardhmen, dua të më jepni mbështetjen tuaj që së bashku të ëndër ta realizojmë dhe ta jetojmë të gjithë së bashku. Faleminderit që ishim Flasim Hapur në Durrës Live. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit që na ndoqët, ne u takofshim në episodin e radhës.